Hey miq, mos I hidhni bustinat e përdorura të çajit. A e dini se mund t'i ripërdorni me shumë efikasitet? Në këtë video do të flasim për disa përdorime të tyre. Na ndiqni me vëmendje. Pas kafes, çaji është një pije tepër e kërkuar. Bustinat e tij të përdorura janë çuditërisht të gjithanshme dhe mund të shërbejnë për qëllime të ndryshme. Në vend që t'i hidhni qeset e çajit në plera, merrni parasysh ripërdorimin e tyre për të përmirësuar rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës, për të freskuar shtëpinë tuaj, madje dhe kopshtin tuaj. Më poshtë do të japim disa mënyra se ku mund t'i përdorni. 1. Redukton fryrjen dhe rrathat e errët. Bustinat e çajit janë një ilaç natyror për sytë e lodhur dhe të fryrë. Kafeina dhe tanina në çaj reduktojnë endjen dhe përmirësojnë qarkullimin, duke I dhënë zonës tuaj nën sy një pamje të freskët. Pasi ta keni pirë çajin, merrni këto bustina, futini në frigorifer për disa minuta që të ftohen dhe pastaj vendosini mbi sytë tuaj. Relaksoni për 10 minuta dhe lërni magjinë të ndodhë. Ky trajtim I shpejtë dhe I lehtë mund t'ju ndihmojë të dukeni më mirë se asnjëherë tjetër. 2. Neutralizoni aromat e pakëndshme. Qeset e përdorura të çajit janë një deodorant natyral dhe I shkëlqyer. Aftësia e tyre për të përthithur lagështinë dhe aromat I bën ato ideale për freskimin e hapësirave të vogla. Thani plotësisht qeskat tuaja të çajit të përdorura. Nëse nuk I thani, ato fillojnë të zenë myk. Më pas, pasi t'i keni tharë, vendosin në zona të prirura ndaj aromave të këqija, si frigoriferi, këpucët e palestrës ose kazanët e plerave. Do të habiteni se sa efektivisht neutralizojnë aromat e pakëndshme. 3. Pasurojnë përbërjen e kompostës për tokën tuaj. Qeset e çajit janë të pajisura me taninë dhe lëndë ushqyese që mund të rrisin grumbullin tuaj të kompostës. Ato shpërbëhen lehtësisht dhe kontribojnë në krijimin e tokës pjellore për kopshtin apo për vazët. Përpara se t'i hidhni qeset tuaja të çajit në kompostë, sigurohuni që ato të jenë prej materialesh të degradueshme. Shmangni ato sintetike pasi ato nuk dekompozohen mirë. Ky zakon ekologjik është një mënyrë e thjeshtë për të reduktuar mbeturinat dhe për të ndihmuar kopshtin tuaj të lulëzojë. 4. Qetësojnë rrëtimet e lëkurës. Vetitë antiinflamatore të çajit mund të ofrojnë lehtësim për rritimet të vogla të lëkurës, duke përfshirë djegjet nga dielli, djegjet nga brisku dhe pickimet e insekteve. Për ta përdorur, lërni një qese çajit të ftohet dhe më pas shtypeni butësisht në zonën e prekur. Vetitë qetësuese të çajit ndihmojnë në qetësimin e skuqjes dhe reduktimin e acarimit, duke ofruar një alternativë natyrale. 5. Pastroni dritarët dhe pasqyrat. Çaji përmban agent pastrues natyral që mund t'i lënë sipërfaqet tuaja të xhamit të shkëlqejnë. Qeset e përdorura të çajit janë veçanërisht efektive për heqjen e njollave pa pastërtive, duke mos lënë vija. Krijoni një filxhan të dytë duke përdorur qeskat tuaja të çajit të përdorura dhe më pas përdorni çajin e ftohur si një zgjedhje pastrimi. Aplikojeni atë në dritare ose në pasqyrat tuaja me një leckë të butë dhe fshiheni me një leckë të thatë për një shkëlqim dhe pa njolla. 6. Largoni dëmtuesit e kopshtit. Aroma e çajit mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtuesve nga kopshti juaj. Qepset e përdorura të çajit mund të vendosen rreth bimëve për të krijuar një pengesë natyrore kundër insekteve. Kjo metodë nuk është vetëm efektive, por dhe miqësore me mjedisin, redukton nevojën për pesticide kimike dhe siguron një shtresë mbrojtje për bimët tuaja. 7. Eksfoloni lëkurën tuaj. Jepni një nështrysë rutinës tuaj të kujdesit të lëkurës duke përdorur përmbajtjen e një qese çaji të përdorur si një eksfoliant të butë. Përbërja e hollë gjetheve të çajit ndihmon në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës, duke lënë lëkurën tuaj të ndihet e lëmuar dhe e freskët.
Për ta provuar këtë, hapni një qese çaji të përdorur, përziheni përmbajtjen me pak mjaltë ose kos dhe fërkoheni butësisht në fytyrë ose në trup. Shpëlajeni tërësisht për lëkurë të shëndetshme. 8. Ruajtja e lagështisë së tokës. Qeset e përdorura të çajit mund të ndihmojnë bimët tuaja të qëndrojnë të hidratuara duke mbajtur lagështinë në tokë. Thjesht futini ato pranë rrënjve të bimëve tuaja. Qeset e çajit veprojnë si një sfingjer, duke thithur ngadalë lagështinë dhe lëndët ushqyese me kalimin e kohës. Kjo është veçanërisht e dobishme për t'i mbajtur bimët tuaja të brendshme, të shëndetshme dhe të lumtura. Përpara se të hidhni qesen tuaj të ardhshme të çajit të përdorur, mendoni për potencialin e tij për t'i shërbyer një qëllimi të ri. Pavarësisht nëse është duke përmirësuar regjimin tuaj të bukurisë, duke pastruar shtëpinë tuaj, ose duke ushqyer bimët tuaj, këto qese të vogla janë çuditërisht të gjithanshme dhe miqësore me mjedisin. Përqafoni këto ide kreative për të përfituar sa më shumë nga çdo filxhan çaji. Të nderuar miq, nëse kjo video ju duk interesante dhe me vlerë, mund ta bëni share me miqtë tuaj. Faleminderit për kohën tuaj. Do të shihemi në videon e radhës.